Do ta nis këtë komentim me fenomenin Iqbal Hudutin. Ju e dini që zonja Iqbal, për të cilën unë konsideroj një respekt të veçantë, e pranoi deri diku që do t'ishte pjesë e këtij kasti. Pasi që tashmë zonja Iqbal nuk është bërë pjesë e kastit të Big Brotherit për arsyet e veta që unë sonte do t'i potencoj, unë pata fatin që të bisedoj me të dhe të ndaj një bisedë. Zonja Iqbal vërtet e kishte patur bashkëshortin e saj të smur dhe gjendja e tij shëndetësore ishte rënduar pikërisht 2 orë para se ajo të futej në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës, por interesantja në këtë mes ka qenë që zonja Iqbal nuk është se për shembull u komentua shumë keq nga njerëzit që do të ishte pjesë e këtij kasti. E prisnin me shumë dashuri etj etj. Tani, u tha që në shtëpinë, ja do ta bëj edhe këtë, se di se e keni shumë qef. U tha se në shtëpinë e Big Brotherit, gjasme, për zonjën Iqbal ishte bërë një dhomë veçase, që gjasme zonja Iqbal të flinte në një dhomë veças, dorinte në një dhomë veças, në ndante momentet në një dhomë veças, një banjo private etj etj, por në natën kur filloi kasti, ne të gjithu befasuam sepse pam një perde mbi të cilën do qëndronte një grua me shami. Unë në faktu befasova dhe vrisja mendjen, thash zonja Iqbal do të bëhet pjesë e këtij kasti, po ç'a mund të fsheh ajo në perde. Nga biseda që kam bërë unë, nuk më ka pranuar që do të futet në Big Brother VIP Kosova, kur është pyetur për banorët, nga ana ime se si dukeshin banorët, pasi që unë kam informacione që banorët nuk kanë qenë të informuar se kush do t'jetë pjesë e kastit, kush do t'jetë banor i përzgjedhur, do të thënë ka qenë gjithçka e mbajtur fshehur nga ana e produksionit. Zonja Iqbal e thot kështu: në kohën thot të pejgamberit Muhammed, shoqëria thot ka qenë më e degeneruar se sa shoqëria e sotme. Që në kupton që unë personalisht mund ta kisha përmbajtur dhe mund ta kisha mbajtur këtë shoqëri të degeneruar dhe do të kisha bërë një super spektakël. Kështu e thot zonja Iqbal. Mendoj se nuk do të hyj asnjëherë, e bën vetëm për audiencë. Jo, nuk ka qenë për audiencë, më besoni, sepse unë kam patur kontakt dhe e dija që do të jetë pjesë e këtij kastit, por në momentin e fundit kanë ndryshuar gjërat. Por unë mendoj që po të kyçeshte zonja Iqbal në Big Brother VIP Kosova, më besoni që do të ishte fenomeni i radhës.